tash se çfarë figure i dohet Kosovës. Në qoftë se ne kërkojmë një figurë patriotike që e don vendin, unë mendoj që Ramush Haradinaj është i mirë. Pse jo? Në qoftë se ne kërkojmë një person i cili është konsekuent, i cili nuk e ka fort dert për partit, po i cili duhet të jetë unifikus për të gjithë njëjtë, po edhe mbrojtës i fort i kushtetutës. A e din kush më shkon gjithmonë në kokë? Enver Hasani. Pse? Ka gravituar Ka qenë regjim të gjitha partitë politike. Absolutisht dhe. Por duket që ati nuk i besojnë partitë politike. Mund i besojnë grupet ngushta, por ata nuk i besojnë për shkak se thonë se është i paqëndrueshëm. Jo, unë mendoj nuk ban fjalën dhe flet ande këtej. Jo, unë mendoj që është i padëgjueshëm. Më shumë i padëgjueshëm. Ka qenë i ndëgjueshëm kur kishte interesat e tija. Cilat? Ishte kryetar gjykate kushtetuese. Kur ka qenë të duket pozicioni i vogël të jesh kryetari i gjykatës kushtetuese. Treti faktikisht në qoftë se nuk bëhet Albulena Haxhiu president, tash i ushtrues detyre bëhet kryetari. Kritikët në partive thonë ata që nuk kanë ndërsim të qëndrueshëm, thonë se ai është ndëgjueshëm për sa kohë. Po e tregoj një situatë me interesat e tij. Le jam ta tregoj një situatë që ne kemi. Është gjendje të bëj çfarë do lloj interpretimi për sa kohë që graviton me ato interese. Ne sot po funksionojmë ende me vendimet të cilat janë marrë në gjykatën kushtetuese sa ka qenë ai kryetar, po du ta tregoj një situatë sa kam qenë diplomat në Vjenë. Po citoj çka mendojnë në parti për. Pse më shkojnë mendje tash. Kështu erdhi me një ligjërat në Akademinë Diplomatike, si kryetari i gjykatës kushtetuese dhe insistoi ta takoj kryetarin e gjykatës kushtetuese të Austrisë. Tash ishte ku ashtu shkurt si ta bojmë ata takim, e gjejon në zyrën e kryetarit të gjykatës kushtetuese të Austrisë një koleg timin studimeve me cilin kishim banuar në konvekt në Vjenë. Edhe më thirrë edhe më thot gjysore i ka. Gjysore në të organizohet takimin. Ne shkum për gjysore, metëm 3 ore gjys. Në takim? Në takim. Po? Edhe diapozone i tij, Enver Hasanit, për mu ka qenë fascinues. Do të thotë ishte në gjendje ta citoj edhe kushtetutën e Austrisë, të marrë të shembuj të ndryshëm të çka diun, po më e forta që më ndodhi është kur mas një javë merr një email prej zyrës kryetarit gjykatës kushtetuese dhe më thunë drejt. Të Austrisë. Po. Ku shkova drejt me ta, tha jo të kom thirr veç me të falënderu pse ke insistu për mu takune me ta, se ka qenë takimi më interesant gjatë 20 viteve të karrierës time. Pse po e përmendi, kur flasim për përfaqësimin, mendoj që duhet edhe dije të jesh president. Dhe kur është punat e dija, nuk i mungon. Tasht për që është dishëm, nuk jam mësim në universitet, në gjeneratat të tjera, në politikë bërje. Unë po flas edhe për politikë, në politikë bërje. Takimi ishte takim diplomatik atë. Po, në politikë bërje. Po ne nuk e besoj se tash po duket sikur ne po e bojmë. Po duket sikur s'para po e sqaroj publikun se ishte vetëm një ide. Kriteret Po për kriteret, pikërisht. Kush do të zgjidhë president, po. Për shkak se në fund ditës neve na apolitik është, absolutisht. Për që partitë politike kanë një ankth nga zotja Asani. Pore si jep për partitë politike. E përjetojnë pozicionet ty në ka pak të nshkruar nga dija që ka zotja Asani, nga fusha marrëdhënie ndërkombëtare, nga fusha e konstitucionalizmit e tash. Unë s'po them në Enver Hasani, po dikush si Enver Hasani. Se Enver Hasanin se dojnë, e dima, po din që e kanë frikën për i tij dhe këto janë arsyet që i përmende, bile mendoj që janë arsyet kryesore. Për shkak se dvini një... Enver Hasani i nënshmon. Jo bre, edhe i nënshmon edhe në kafe i trajton dhe në sy atë jeni të padijshëm. Pa ju thot në sy. Në sy thot jeni të padijshëm. Gjë që
nuk është që nuk qëndron. Në pikpamje të dijes që ka Enver Hasan në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, në fushën e konstitucionalizmit, funksionimit, përvoja ndryshme kushtetuese. Një politikan, për shembull, që më ka pas thënë Erhard Busek, që ka me kalu kohë e gjatë që Kosova s'mund të ketë qasi politikan, ja dikush ka qenë. Enver Hoxhaj. Po. Një muj para se me vdek Erhard Busek, baj kongresi i Vjenës edhe u takova me të atë dhe po më pyet për Hagën, që shi kanë punët Hashimi, Kadria, sen atëherë Enveri u pat tërhjek prej ushtruesit detyrës. Po. Edhe po më tha çka po bën ai. Tash unë e kisha taku Enverin sikur 10 ditë përpara. Edhe më tregoj për një ofertë që ja kishte dhënë Johns Hopkins University. Po. Me shku me ligjëru atje, dhe ishte në dilema me shku apo me mbet. Enveri, po. Po Enveri. Po. Edhe po i tregoj, thash, po mduket, thash që do më tërheq prej politikës edhe me shku në Johns Hopkins, për shkak të një, edhe ajo ndalë kështu, dhe po më tha, Enveri shkan, tha po Kosova, tha ka me shku kohë gjatë, tha me pas një politikan të kalibri ti. E ka thënë base se ka pasur mik? është tikuar nga Misia? Jo mëre, ka pas shumë mik edhe Hashim Thaqin edhe ata tjerë. Nuk është Buseki që ka qenë... Po të bëj pyetje. Po. Jo, Buseku ka qenë një farë... Racional. Jo, e ka pas... Observus... E ka pas një stil me që e përmenum Enver Hasanin. E ka pas një stil që pes pare si ka vonë. Edhe Erhard Busek ka qenë kështu këgja, e ka pas një arrogancë, ka ditë... I drejt për drejt. Po shumë... Aso, po du me thonë për ata i s'është mërzit heq fort, se e di mos cili ka qenë bagazhi i tij. Po pse po e përmendi? Po du me thonë që ne kemi, nuk është që nuk kemi njerëz, po neve nuk na bin tamam. Që ato jo problemi.